Oggi abbiamo un ospite speciale, il padre che è uno dei miei giocatori preferiti. Oltretutto gioca sempre titolare nella squadra che da 2 anni vince il titolo. Lo abbiamo chiamato invitandolo a questo evento e lui in un secondo ha detto bene, fantastico. Albano Alex. Albano, torniamo a scuola. Quanti anni avevi quando inizi a giocare? Shpejtje dhe kënaqësi që ndodhe me qesh. Kam qenë i vogël, në përgjithësi më pëlqenin shumë role dhe ndonjëherë mërzitesha kur trajneri vendoste diku, por roli im ka qenë gjithmonë me shoqër. Unë kam luajtur në ekipin e Butrindit dhe për 6 muaj nuk kam luajtur asnjë minutë. Biles larg familjes, edhe familjen se kam pas afër, dhe në shtëpi mërzitesha me veten time, por asnjë ditë se kam lënë stërvitjen, asnjë ditë se kam ul kokën dhe sot se ditë unë luaj akoma futboll që jam 33 vjeç. Ti gjithmonë mund të jesh më i miq dikush, por në futboll ka edhe pak kënaqësi. Forca ime gjithmonë ka qenë vetvetja dhe puna, sepse në pak duhet të jesh me veten i ndërgjegjshëm dhe i pastër për të arritur atë që do, sepse një ditë puna shpërblet dhe trajneri në të ardhmen, mos ky trajner dikush tjetër, do ta shpërblej punën që ti ke bërë.